Falënderimet e përhershme janë për Allahun e lartësuar, Zotin e botëve, madhështorin, të mëshirshmin, bujarin me ne, i cili na ka mbuluar me mirësi, të cilat i shikojmë dhe të cilat nuk i shikojmë. Wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ju ka ngjyrosur dhe mbuluar me mirësi të brendshme dhe të jashtme. Të nderuar besimtar, besimtari gëzohet kur Allahu i lartësuar i jep sukses që ta adhurojë Zotin. I jep sukses që t'i bindet Zotit. I jep sukses që t'i jetë në rrugën apo në karavanin e njerëzve më të mirë që Zoti ka krijuar, e profetëve të Zotit, e besimtarëve të mirë, atyre njerëzve që Zoti i zgjedh dhe Zoti i nderon në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar besimtar, kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Thuaj me mirësinë e Zotit dhe me mëshirën e Tij, me këto le të gëzohen besimtarët, sepse këto janë më mirë, më të vlefshme se gjithçka që të tjerët veç besimtarëve mbledhin dhe shumojnë prej pasurisë, pozitës e të tjerave prej dynjas. Të nderuar besimtarë, Allahu i lartësuar është bujar, na urdhëron të adhurojmë, pasi na ka dhënë mirësi. Na ka dhënë gjithë këto mirësi me të cilat na ka mbuluar. Na urdhëron që të adhurojmë. Na urdhëron që të jemi mirënjohës dhe falënderues. Dhe kur ne jemi mirënjohës për mirësitë që na ka dhënë, Allahu i lartësuar na shpërblen shumë fish. Ky është Zoti ynë bujar. Pasi ne kemi adhuruar jo se Zoti ka nevojë për adhurimin tonë, por për të qenë mirënjohës, për të qenë njerëz me cilësi, me virtyte të larta, për t'i thënë Zotit faleminderit o Zot. Nuk kemi kadër të falenderojmë, sikur të falemi ditë dhe natë, sikur të rrim gjithë jetën tonë në sejdë. Nuk e kryejmë falënderim ndaj Teje. E Allahu i lartësuar nuk kërkon kaq prej nesh, kërkon shumë më pak. Dhe për atë shumë më pak na shpërblen në këtë jetë shumë dhe na ka përgatitur xhenet, gjerësia e cilit është e qiellit dhe tokës, në të cilin ka gjëra që syri si ka parë, veshi si ka dëgjuar dhe nuk mund t'i perceptojë mendja e njeriu. Dhe le të dëgjojmë një fjalë të Allahut lartësuar, të cilën na i transmeton profeti jon i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me një hadith shumë të bukur, të transmetuar nga Abu Dharri radhiyallahu anhu, shoku i mirë i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu i lartësuar e transmeton nga profeti sallallahu alaihi wasallam e transmeton nga Zoti i tij. Thot Allahu i lartësuar, o robërit e mi, na drejtohet ne të gjithëve, dhe t'i mbajmë vesh këto fjalë të Allahut të lartësuar, për të kuptuar se të fituarit jemi ne, për të kuptuar se si duhet jemi, dhe kush është Zoti ynë. Thot o robërit e mi, unë e kam bërë haram të ndaluar, pa drejtësinë ndaj vetes time, prandaj e kam bërë atë haram edhe mes jush. Prandaj mos i bëni pa drejtësi njëri tjetrit. Ti mbajmë vesh mirë këto fjalë të Allahut të lartësuar. Thot, o robërit e mi, të gjithë ju jeni të devijuar dhe të humbur, përveç atyre që unë ju udhëzoj. Prandaj më kërkoni mua udhëzim që unë t'ju vë në rrugë të drejtë. Thot o robërit e mi, të gjithë ju jeni të uritur, nevojtar, përveç atyre që unë i ushqej, unë i ngop. Prandaj më kërkoni mua ushqim që unë t'ju ushqej. O robërit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atyre që unë i vesh, u hedh petkun e nderit dhe petkun e rrobës. Prandaj më kërkoni mua veshje, petk që unë thot të mbuloj. O robërit e mi, ju gaboni ditën dhe natën, ta mbajmë vesh çfarë thot Allahu i lartësuar i cili na ka krijuar. O robërit e mi, ju gaboni ditën dhe natën, dhe unë i fal të gjitha gjunahet. Prandaj më kërkoni falje mua që t'ua fal ato. O robërit e mi, ju nuk mundeni të më dëmtoni mua, edhe nëse përpiqeni. Thot o robërit e mi, sikur të gjithë ju, nga i pari tek i fundit, njerëzit dhe gjinët mesin tuaj, të jenë në zemrën
apo të kenë zemrën e njeriut më të devotshëm, i pari dhe i fundit nga ju, njerëzit dhe xhinët nga ju, sikur të kenë zemrën më të devotshme, kjo nuk do të më shtoj as pak pushtet në mbretërinë time. Thotë robërit e mi, sikur ju të gjithë, nga i pari tek i fundit, të jeni me zemrën më të prishur, i pari dhe i fundit i njerëzve, njerëzit dhe xhinët, sikur të jenë me zemrën më të prishur, pra të jenë njerëzit më negativ. Të gjithë këta thotë, nuk më dëmtojnë as pak dhe nuk më paksojnë mua as pak nga mbretëria ime. Thotë, o robërit e mi, sikur ju të gjithë, nga i pari tek i fundit, të mblidheni të gjithë në një shesh të madh, dhe të gjithë ju të më kërkoni mua, të më luteni. Unë thotë, jam i plot fuqishëm të jap gjithë secilit kërkesën e tij, të përgjigjem për kërkesën e tij. Dhe kjo thotë, nuk ma pakson mua as pak mbretërinë time. Kjo nuk pakson prej meje, thotë, veç se aq sa pakson një gjilpër nga deti. O robërit e mi, ato që punoni janë punët tuaja, që unë u regjistroj, u llogaris ato. Prandaj kush gjen punë të mira, ta falenderoj Zotin. Dhe kush gjen në regjistrin e punëve të tij punë të këqija, të mos qortoj vetë veten e tij. Ne jemi përgjegjësit për punët tona, por nëse Zoti na udhëzon, na jep të mundësi në sezone të ndryshme, ta falenderojmë Allahun e lartësuar se kjo është mirësi prej tij. O robërit e mi, thotë, të gjithë ju e nxirrni veten në treg. E ka prej jush që shlirojnë veten e tyre dhe ka prej jush të cilët e robërojnë veten e tyre. Dhe këto punë të mira, të nderuar besimtar, janë rrezik dhe udhëzim prej Zotit. Por ne le të mbajmë vesh se si interesoheshin sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, se cilat ishin ato vepra që i afronin tek Zoti i gjithësisë. Cilat janë ato vepra të cilat i bëjnë njerëzit të jenë më afër Zotit. Dhe ne pasi dalim nga ky muaj i cili ka qenë mbushur me adhurime, do t'i mbajmë vesh këto fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam për të vazhduar në punët e mira, për ta marrë Ramazanin me vete gjatë vitit, që punët, adhurimet tona të mos në priten. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu tregon dhe thot, e pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam, më tregon mua për një punë që më fut mua në xhenet dhe më largon nga zjarri. Ky ka qenë preokupimi i tyre, dhe ky duhet të jetë preokupimi i çdo besimtari. Nuk duhet të jetë preokupimi i besimtarit se si do të shfaqet para njerëzve, se do ta lavdëroj njerëzit apo jo, se çfarë do të fitoj me adhurimin e tij. Por preokupimi i tij është të punoj punë me të cilat fitoj tek Zoti im, dhe të largoj nga punët e këqija të cilat më bëjnë që të meritoj dënimin e Zotit. Allahu i lartësuar na ruaj nga dënimi i tij. I thot profeti alayhi salam, ke pyetur për një gjë madhështore, por që është e lehtë për atë që ja lehtëson Zoti. Pyetja jote është për një çështje madhore, por është e lehtë për atë që Zoti ja lehtëson. Thot, të adhurosh Allahun dhe të mos i shoqërosh atij asgjë në adhurimin tënd. Domethënë mos shko në për varre, në për të vdekur, në për male, në për ndërtesa, qofshin edhe kulte. Mos shko ti adhurosh ato, sepse Zoti nuk adhurohet te këto. Kjo është idhujtari. Prandaj adhuroje Zotin, kjo është piknisja. Dhe mos i shoqëro atij asgjë në adhurimin tënd. Mbas kësaj, fale namazin, jepe zakatin, agjëroj Ramazanin dhe bëj haxhin e Qabes nëse ke mundësi. Pastaj i thot, atë tregoj se cilat janë dyert e mirësive, punë të shumta të cilat mund t'i punosh dhe merr shumë shpërblime me to. Thot, agjerimi është mburoj. Pra është mburoj edhe nga veset e vetes, por edhe nga dëmet e jashtme dhe nga haramet gjithashtu. Dhe sadakaja thot e shuan dëmin e gjunahut, e gabimit, e fajit, si që shuan thot ujë zjarri. Dhe namazi i besimtarit në errësirën e natës, si ai namaz që falem gjatë Ramazanit. Dhe lexon profeti sallallahu alaihi wasallam fjalën e Allahut lartësuar që thot tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Thot largohen trupat e tyre nga shtratet e ngrota për t'ju falur Allahut me dëshirë, me shpresë dhe me frikë.
Dhe nga ajo që ne u kemi dhënë ata japin. E nuk e di askush se çfarë Zoti ka fshehur prej shpërblimeve dhe mirësive, si shpërblim për atë që kanë punuar, jo për atë që kanë pretenduar, për atë që kanë punuar. Dhe kjo është tregues që thot profeti alayhis salam, siç thot agjerimi shmburoi, dhe sadakaja e shuan hidhurimin e Zotit, thot dhe namazi i natës të bën që të fitosh xhenetin, të futesh në mirësinë e Allahut të vlerësuar të përjetshme. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i thot, atë tregoj se cili është kreu i çdo çështje, shtylla dhe gjithashtu pjedestali i saj, i thot po i dërguari i Allahut, thot shtylla e çdo çështje, kreu i çdo çështje është Islami, të bëhesh musliman. Kjo është gjëja më e rëndësishme, është synimi pse ekzistojmë. Thot shtylla e Islamit është namazi, kush e mban namazin e ka mbajtur fen. Thot dhe pjedestali i tij thot është të përpiqesh të sakrifikosh në rrugt të Zotit. E mira nuk arrihet me rehat. Pastaj atë tregoi i thot për ajkën e të gjitha këtyre, i thash po si o i dërguari i Allahut, më tha pasi kapi gjuhën e tij. Këto hadithe duhet i kemi gjithmonë vëth në vesh, gjithmonë parasysh. E kapi gjuhën e tij profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot treguesi është ai ka gjithë këtyre punëve. Nëse nuk ke mundësi t'i bësh, e kapi gjuhën dhe i thot frenoje këtë. Mbaje nën komand gjuhën tënde, mos e lësho gjuhën tënde. I thot Muadhi radiallahu anhu, o i dërguari i Allahut, dhe Muadhi ishte njeriu më i dishëm për halalin dhe haramin. Por ai e pyet që ne të mësojmë. O i dërguari i Allahut, a do të na llogarisë Zoti ne për çfarë flasim me gjuhën tonë? I thot, të pas nëna sa më gjatë Muadh, po a ka diçka që i jep njerëzit në zjarrin e xhehenemit, të tërhequr me fytyra zvarr, përveç se të korrat e gjuhëve të tyre. Allah i lartësuar na bëri që të ruhemi gjatë muajit Ramazanit, në gjymtyrët tona, në gjuhët tona, në sytë tanë, dhe le ta vazhdojmë të mirësi edhe mbas Ramazanit. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, pastërtia është gjysma e besimit. Pastërtia e shpirtit nga veset dhe pastërtia e trupit nga papastërtitë është gjysma e besimit. Thot dhe të thuash elhamdulillah, i lavdëruar dhe i falendëruar e ti Allah, kjo e mbush thot peshorën e punëve të mira. Thot dhe thuash subhanallahu elhamdulillah, të dyja këto mbushin shka mes qiellit dhe tokës. I lavdëruar është Allahu, i falendëruar është Allahu, mbushin shka mes qiellit dhe tokës. Dhe namazi është dritë, dhe sadakaja është argument. Dhe durimi është ndriçues. Jo më dritë, është ndriçues, sepse durimi ka nevojë për energji. Ka nevojë që ne të përpiqemi që të durojmë. Thot durimi është ndriçues. Dhe Kurani është argument për ty ose kundër teje, dhe të gjithë njerëzit në mëngjeset e tyre dalin e hedhin veten e tyre në treg, ose e çlirojnë, e blejnë atë, pra blejnë me të xhenetin, ose e zhysin atë, blejnë me të dënimin e Zotit. Allahu i lartësuar na ruaj nga kjo. Durimi që thot profeti sallallahu alaihi wasallam, që thot është ndriçues, është ai i cili kemi nevojë për të në përditshmërinë tonë, për të vazhduar me adhurimet tonë. Durimtarët thot Allahu i kanë shpërblimet pa mas, dhe agjerimi është prej durimit. Dhe durimi shkurtimisht është 3 lloje nderuar besimtar. Nuk është vetëm të durosh ndaj fatkeqësive që Zoti të hedh, të cilat kanë nevojë për durim. Dhe këtu kujtojmë Ayubin alayhis salam, i cili u sëmur për 18 vite dhe duroi, dhe Allahu i lartësuar e përmend si durimtar të madh. Por durimi duhet edhe ndaj gjunahut, që të mos biesh në gjunah. Ka nevojë për sakrificë, për durim, mos të kthehesh tek vesi yt. Sakrifikohet, mos kthehesh. Kujtoje historinë e Jusufit alayhis salam, se si ju dhan të gjitha mundësitë për të rënë në moralitet, por tha mos e thon Zoti që unë ta bëj këtë gjë, më mirë në burg se sa unë të bëj një ndytësi të tillë. E Allahu i lartësuar thot: "Faman khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Kushdo i cili i friksohet daljes para Zotit të tij dhe ndalon veten e tij nga epshet, xhenetin do ta ketë si vendbanim. Lutem Allahun ta bëj prej tyre. E lloji i tretë është durimi për të kryer adhurimet. E dim të gjithë se të qohesh për namaz të sabahut, të falesh, ka nevojë për të prishur rahatin. Të qohesh marrësh abdes në ditë të ftohta, të lësh punën, të falesh namazin, ka nevojë për durim. Të japësh sadaka, ka nevojë për durim.
Të ruash gjuhën tënde ka nevojë për durim, por adhurimi do burra. Dhe besimtarët janë burra, siç Allahu i lartësuar i përmend në Kur'an. Prandaj le të jemi të durueshëm dhe mbas Ramazanit, të mos kthehemi tek veset tona, por ta ruajmë dritën e Ramazanit dhe të vazhdojmë para me lejen e Allahut. Lutem Allahun e lartësuar ta mbulojmë me mirësitë e tij, na fal gjunahet tona, na i pranoj Ramazanin. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.